Se dhe i pyetje se për shembull mund të ketë shumë njerëz që mund ta kenë bërë gabimin ose të kenë ra kësaj situate, por për këto njerëz cila është rruga? Domethënë dikush e ka bërë një herë një gabim të tillë ose mund të ketë shkuar qoftë edhe për 3 ditë në X vend, ka përdorur ose është falur ose është lutur ose ka kërkuar ndërmjetësim të ky vend. Po. Është situata në këtë rast është e thjeshtë. Sepse vetë shokët e pejgamberit Muhammed a.s. I kanë pasur shoqërim edhe ortak Zotit. Në Qabën e Madhnueshme në atë kohë ka pas 360 zotra të rreshëm, në fakt ishin zotra qesharak. Gjithë secili prej fisëve kishte bërë nga i Zot vetin. S'kishte kuptim, që i veshin si ndërmjetësues ky Zot i Madh, që është Zoti i vërtet. Dhe shokët e afërt pejgamberit kanë pas adhuru to zotra të rreshëm. Arritën aq shumë se njeriu është, kur ke padituri, njeriu bën gjëra të çuditshme. Për shembull, gjithë mund na ndodh vegjël, kështu shifshin ai gur të bukur, shikoje në gjë të lezetshme, shifje në shenjë qiell. Edhe thoje ky gur mund të jetë i shenjtë. Bile, Zoti na rujt. Ka për shembull edhe sot e kësaj dite shohin në shenjë qiell dhe thotë un jam njeri i shenjtë. Zoti na fal, un kam për shembull në xhami, më ka ardhur një që po kam pa i shenjë qiell, mos jam i shenjtë për shembull, ose shohin në ëndër dhe thojnë unë u bona i shenjtë, po kjo është mashtrim për shejtanit mallkum, sepse nuk ka. Thjesht ti ke pa në i shenjë qiell, është i shenjtë më shumë për sa i përket Zotit gjithësisë. Biles ka qenë një gjë e bukur shumë që kur pejgamberit Muhammed a.s. i vdiq djali Ibrahimi, djali i vogël, në atë ditë ndodhi eklipsi edhe u zu dielli. Tani t'ishte profeti Muhammed i rrejshëm, mund ta përfitonte këtë. Dhe njerëzit thanë, vdiq djali i pejgamberit, u blloku dielli, eklipsi i themi ne sot. Dhe thanë, kjo ndodhi për shkak se i vdiq djali i pejgamberit dhe ndodhi shenja qiellore. Se njerëzit ishin duke u edukuar në atë kohë dhe e mohoi Muhamedi a.s. Hypin minber xhamis edhe la konceptin e madh. Po t'ishte nga këto të sotmit, do kishte thonë po prandaj ka ndodhur, sepse unë edhe diellin edhe hënën i komandoj. Ai ishte i vërteti. Ai hypi minber xhamis dhe tha, o njerëz, dielli dhe hëna janë nga shenjat dhe krijimet e të Madhit Zot. Ato nuk zehen dhe nuk bllokohen dhe nuk ndodh eklipsi siç i themi ne në kohën tonë, se vdes një person apo se lind. Drejt. Dhe nuk e lejoj asnjëherë që njerëzit ta lartësonin përveç se njeri, rob dhe pejgamberi i Zotit gjithësisë. Prandaj, ato që duan dhe kanë bërë një veprim i cili ka qenë shirk apo ortakri që quhet, apo kanë adhuruar Zot tjetër apo i vend shenjt, është çështje vetëm të pendohen dhe mos ta bëjnë më. Vetë shokët e pejgamberit kishin bërë goxha gabime, se nuk kishin ditë. Në kohën që u bën musliman të vërtet dhe muslimane, ato thjesht u penduan, u futën në Islam dhe Zoti ja fali atë që ishte e kaluar. Biles tregohet për Omerin që tregoi një histori që kur hikshin në udhtim, në Islam çfarë është? Bën lutjen që do udhtosh, lutjen dhe i lutesh Zotit të bëhet marr rruga. Kurse në kohën atëhershme nga hurmat bëheshin Zot. Nga hurmat bëheshin Zot. Edhe thojshin, do ikim, ta kemi Zotin me vete. Dhe pejgamberi Muhammed a.s. që asnjëherë s'ka adhuruar Zot tjetër përveç Zotit vërtet, e pyet një herë Omerin, thot, po mend të juja ku i kishit në atë kohë? Se si mundet njeriu që është më lart të bëjë hurmë për Zotin dhe adhuron gjatë rrugës, për shkak ndalojshin për të fjetur e veshin aty ju lutshin, ej Zot, hasha lillah. Edhe pejgamberi e pyet Omer, tha, po mend ku i kishit në atë kohë? Tha, mend i kishim ja Rasul Allah, mend i kishim i dërguar i Zotit, po udhëzimin nuk e kishim. Pra gjithmonë ku mençuria bashkangjitet me udhëzimin e Zotit, njeriu ecën shumë në jetë. Ne i kishim tha mend, po nuk kishim udhëzimin. Kur erdhi udhëzimi, Kurani famlar dhe Islami mrekullueshëm, logjika e pastër me udhëzimin e të Madhit Zoti qofshim atij fal, e çoi njeriu në nivelet më të larta që mund të arrijë. Kurani ka thënë yu'tal hikmata man yasha, i jep mençuri dhe urtësi atij që don. Kujt i është dhënë mençuria dhe urtësia, i është dhënë një dhuratë e madhe. Pra mendja është gjë e madhe, kur ajo është bashkë me udhëzimin e Zotit dhe nuk filozofon gjëra që nuk janë të mira për njeriu dhe për njerëzimin, atëherë mund të shkojë në humbje shumë të thellë, inshallah Zoti i gjithësisë na udhëzon. Pra ne pendohemi gjithmonë nga çdo mëkat, por edhe ato që mund ta kenë bërë një gabim tillë pa e ditur, qofse pendohen i Madhi Zot i fal ato.